Në kuadër të ditës së Europës, kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u shfaqën me një qendrim të përbashkët për të hedhur poshtë spekulime mbi një bllokim të procesit të negociatave të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kam dëgjuar spekulime për atë që po ndodh në Bruksel. Së pari, grupi i punës Koela është grup pune që bashkon përfaqësuesit e shteteve anëtare të BE-s, mblidhen me dyert të mbyllura në praninë e Komisionit Evropian për të diskutuar. Komisioni Evropian i ka dorëzuar këtij grupi pune raportin e IBAR për të parë nëse Shqipëria i ka përmbushur piketat e ndërmjetme që të kalojë në fazën tjetër që është mbyllja e kapitujve. Raporti ka bërë vlerësim pozitiv, nuk hidhet në vot, ato vetëm e diskutojnë. Ajo që duhet të bëjmë në udhëheqjen e Këshillit është të miratojmë një qendrim të përbashkët të BE-s që do të shpjegojë piketat e përmbylljes që duhet të plotësojë Shqipëria për mbylljen e negociatave. Nga ana e tij, Rama deklaroi se nuk ekziston asnjë bllokim i procesit, duke cilësuar spekulime për të kundërtën si të pabazuara. Ai tha se raporti i Komisionit Evropian vlerëson pozitivisht përmbushjen e detyrimeve të Shqipërisë në këtë fazë dhe se procesi po ecën në rrugën e tij teknike. Komisioni Evropian i konsideron të përmbushura detyrat e Shqipërisë për këtë fazë dhe për të ashtu quajturat piketat të ndërmjetme. Dhe tani është komisioni që po diskuton me shtetet anëtare. Dhe të thuash këtu u bllokua nga X-i apo nga Y-i është të shesësh ajër. Dhe kush beson se ajri blihet, e blen. Garancit është njësoj si të thuash kur shkon në një luftë, çfarë garancish ke që do ta fitosh luftën. Lufta fitohet duke luftuar, një ndeshje fitohet duke u stërvitur dhe duke bërë gjitha detyrat gjatë 90 minutave, një përpjekje çfarëdo fitohet duke u përpjekur. Nuk ka një garanci të shkruar që unë doja dalë që në 5 vjet të marr diplomën e universitetit pavarësisht se sa unë do përpiqem për ta marrë. Jo, ti e ke aty mundësinë, por duhet përpiqesh. Dhe ne e kemi të shkruar. Si Rama, ashtu edhe Gonzato vënë theksin të rëndësia reformave duke nënvizuar se procesi i integrimit evropian bazohet në forcimin e shtetit të së drejtës, luftën kundër korrupsionit dhe garantimin e të drejtave themelore. Shumë kush e pikturon Bashkimin Evropian si një pengesë, e pikturon Bashkimin Evropian si një barr, e pikturon Bashkimin Evropian si një perimetër që nuk të lejon të marrësh frymëlirisht, por nuk ka gjë më larg të vërtetës dhe nuk ka gjë më të gabuar, sepse në fakt Bashkimi Evropian garanton perimetrin e shtetit të së drejtës. Dhe shteti i së drejtës nuk mund të negociohet, por vetëm të respektohet kur e ke dhe të ndërtohet kur nuk e ke. Rama shtoi gjithashtu se Shqipëria është e angazhuar në përmbushjen e objektivave të saj integruese me synim për mbylljen e negociatave në vitet e ardhshme, ndërsa vendimi final mbetet në dorën e Brukselit.